Atë ka ndodhë që najherë të është ngushtu gjoksi, po ndonjëherë edhe të ngushtohet edhe shpirti, duke të shoh njerëzit e duke të shpif njerëzit. Do më thonë, najherë ti atë shumë ngushtohesh brenda vetvetes tënde, sa që nuk din çfarë të bësh. Çfarë mendon? Mi a kthy me të njëjtën kartë që ato po të shajnë, po të shpifin ty. A është kjo më e mira? Jo, asesi. Kjo është gabim dhe njeriu asesi nuk duhet mendon që njerëzit kur i shpifin, kur e shajnë, tu a kthen me të njëjtën kartë. Ti në këtë moment ke diçka në dorën tënde që është shumë e madhe për ty. E para është që në ditën e gjykimit do të pastrohen hesapet e llogarit para Allahut Azza wa Jall nga njerëzit që ta kanë lëndu zemrën tënde e shpirtin tënd. Ta kanë ngushtu gjoksin tënd. Tek Allahu mund t'ia falësh dhe mund mos t'ia falësh. Por e dyta, dhe kjo është më e rëndësishme, bëhu prej atyve që nëse njerëzit shajnë dhe të ofendojnë e shpifin për ty, falje o njerëzve. Sepse ai i cili fal në tokë, Allahu Azza wa Jall do t'i mëshiron dhe do t'i fal në ditën e gjykimit. Ky është hadith profetik. Merre këtë emanet, merre këtë fjalë pejgamberit alayhis salatu wasalam dhe shtynë në jetën tënde dhe fali njerëzit. Se ti falësh njerëzit tregon se ti je njeri i madh. Ti ke, do të thonë, ti e sheh jetën më ndryshe se të tjerët. Ti nuk preokupohesh me fyerjet dhe me sharret e tjerëve, pavarësisht që ta ngushtojnë shpirtin tënd. Ti tregon se je zemërgjër. Mos i shikoj njerëzit dhe mos u kthe njerëzve asnjëherë në atë çfarë të bëjnë ty. Kthejo vetëm më të mirë, sepse me të mirën tënde padyshim që njerëzve do t'ju tregosh se ti nga brendësia jote buron vetëm mirësi dhe asesi nuk buron diçka e keqe. Andaj kthejo njerëzve me të mirë dhe falje gabimet që i bëjnë karshit.